drejtin e vet. Populli as nuk kërcënohet, as nuk i përshtatet interesa. Me numër 22 Dimal Basha. Dimali ka studiuar të drejtën penale ndërkombëtare në John Jay College of Criminal Justice, New York, ndërkaq ka përfunduar studimet master marrëdhënie ndërkombëtare me fokus në konflikt dhe siguri në New School University në New York. Dimal Basha ka shërbyer si deputet për 4 mandate nga radhë lëviz vendosje në legjislaturën e 9 të kuvendit. Dimal Basha është zgjedhur kryetari i kuvendit, ndërsa nga shkurti 2026 Dimal Basha është emëruar Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit. Kjo pra është lista e fitores tonë, 116 lëvizjave të vendosje, mirupafshim në takimet të vimit radhës, cep më cep Republikës sonë. Ju duam fort, faleminderit për pjesëmarrjen e vëmendje.